Një ngjarje tronditëse ka ndodhur këtë të hënë pasdite në Tiranë, brenda ambientit të gjykatës së apelit. Rreth orës 15:50 të ditës janë dëgjuar të shtena me armë zjarri, ndërkohë që në sallën e seancave ka patur prezencë të gjyqtar, avokatësh dhe të tjerë që po ndiqnin proceset gjyqësore. Sipas burimeve paraprake, gjyqtari Astrid Kalaja është qelluar brenda ambientit të gjykatës dhe raportohet se ka mbetur i plagosur. Janë raportuar edhe 2 persona të tjerë të lënduar në sallën e gjyqit që kanë marrë plagë gjatë shpërthimit të zjarrit. Autoritetet janë alarmuar menjëherë dhe forcat e policisë kanë bërritur shpejt në vend ngjarje. Mendohet që autori të ketë hyrë brenda godinës së gjykatës dhe të ketë arritur të kalojë sistemet e kontrollit të sigurisë, përfshirë edhe skanerët metalik. Kjo ngre pikpyetje serioze për parametrat e sigurisë në institucionet gjyqësore. Identiteti i autorit nuk është konfirmuar në mënyrë të plotë deri më tani, por me sa duket është ndaluar në vend ngjarje. Sipas disa burimeve mediatike, një shtetasi me emrin Gjon Shkambi i është hedhur dyshimi se mund të jetë autori i aktit, ndërsa tashmë po kryhen kontrolle dhe verifikime të hollësishme. Për momentin, gjendja shëndetësore e gjyqtarit Kalaja nuk është bërë e ditur publikisht, me saktësi, nuk dihet nëse plagët janë fatale apo mund të trajtohen. Shërbimet urgjente mjekësore kanë ndërhyrë dhe personat e plagosur kanë marrë kujdesin e nevojshëm. Autoritetet, përmes policisë së shtetit dhe prokurorisë, kanë nisur menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Synimi është që të përcaktohen rrethanat si dhe motivet që çuan në këtë akt të rënd brenda ambienteve të drejtësisë. A do të ishte çështje personale, hakmarrje ose ndonjë konflikt gjyqësor që u kap frymzët, kjo mbetet për të verifikuar. Kjo ngjarje ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik dhe krijon shqetësime të thella për sigurinë dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. Ajo dëshmon sfidat serioze që mund të kalohen nga sistemet e kontrollit dhe sigurisë brenda ambienteve gjyqësore në Shqipëri.